Ish banorja e Big Brother VIP Albania, Egli Tako, ka folur hapur për eksperiencën e saj brenda shtëpisë më të famshme në vend, në një intervistë të dhënë së fundmi për emisionin Shqipëria Live. Ajo ka ndarë reflektime të sinqerta si për lojën e saj gjatë qëndrimit në format, ashtu edhe për jetën pas daljes nga reality show. E pyetur nëse do të ndryshonte diçka nga rrugëtimi i saj në Big Brother, Egli u shpreh e bindur se nuk do të prekte asnjë detaj të asaj eksperience. Sipas saj, çdo veprim, çdo reagim dhe çdo situatë e përjetuar ka qenë pjesë e një procesi personal rritjeje. Janë hapa që mua më kanë sjellë këtu ku jam sot, jam shumë falënderuese. Kështu që nuk do të ndryshoja asgjë që është e shkruar nga Zoti për të ndodhur, u shpreh ajo, duke theksuar se gjithçka e sheh si pjesë të një plani hyjnor dhe të një cikli jete që duhej kaluar. Tutje, Egli foli edhe për perceptimin publik dhe kritikat që ka marrë, duke nënvizuar se shpesh është ndjerë e keq kuptuar. Ajo tha se është e vetëdijshme që ka bërë gabime, ashtu si çdo njeri, por nuk e konsideron veten të vetmen që ka gabuar. Mendoj që jam keq kuptuar, aq sa mendoj se njerëzit kuptojnë, dinë të kuptojnë shumë mirë. I bëjnë vetë gjërat të parët që ndoshta janë aty për të sulmuar, apo për të dhënë mend, janë pikërisht ata që gabojnë vetë. Nuk mendoj që ka njeri që nuk ka gabuar në jetën e vet, është cikël jete, deklaroi ajo. Gjatë qëndrimit në shtëpi, Egli u përball me një valë të konsiderueshme kritikash, si për strategjinë e saj të lojës, ashtu edhe për energjinë dhe qëndrimet që solli në spektakël. Debatet, emocionet e forta dhe reagimet spontane e vendosën shpesh në qendër të vëmendjes, duke e bërë një nga personazhet më të komentuar të atij edicioni. Po ashtu, një nga temat më të diskutuara ishte raporti i saj me Gjestin. Marrëdhënia mes tyre u analizua dhe u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, me shumë ndjekës që kritikuan mënyrën se si Egli u qas kësaj lidhjeje brenda lojës. Megjithatë, ajo duket se sot e sheh gjithë atë periudhë me më shumë qetësi dhe reflektim, duke e konsideruar si një eksperiencë që e ka forcuar dhe e ka ndihmuar të njohë më mirë veten. Pas daljes nga formati, Egli është fokusuar në projektet e saj personale dhe në rikthimin gradual në jetën jashtë kamerave, duke treguar se për te zhurmës mediatike, eksperienca në Big Brother ka qenë për të një mësim i madh jetësor. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.